Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Do ndalojmë të flasim për një protagoniste që po na çmend, po na shijon në fakt pa shumë. Në fotografitë e fundit që ka postuar në rrjetin social Instagram, një thënie që ajo ka postuar ka lënë të gjithë publikun pa fjalë. Në Prishtinë më solli puna, por energjia që gjeta këtu më bëri që të ri më gjatë. Më shfaq lutem fotografitë. Bëhet fjalë pikërisht për Heidi Bacin. Heidi Baci ka udhëtuar drejt Prishtinës. Do me thënë të shtunën, të premten, ka udhëtuar dhe ka kaluar një ditë, 2 ditë atje. E ka dërguar puna. Çfarë pune mund ta çonte Heidi në Prishtinë? Mos vallë Heidi Baci mund tjetë ndonjë moderatore në Big Brother VIP Kosova? Kjo mbetet një pikpyetje, mos është në Big Talk, mbetet një pikpyetje dhe kjo. Do me thënë Heidi Baci ka ikur në Kosovë për herë të parë për një kontrat pune. Por, çfarë e lidhen Heidin me Kosovën? Me patjetër që nuk do tjetë një emocion dashurie, sepse Heidi e ka thënë që puna më solli dhe energjia që ndjeva në këtë vend më bëri që unë të ri pak më gjatë, të shijoj pak më shumë kënaqësitë e këtij vendi. Do të thënë kjo nuk kupton që Egli më ka vendosur të jetojë në vendet shqiptare dhe tani siç duket Heidi Baci po hapën rrugët drejt Kosovës, do me thënë po lidh punët e saj me Kosovën. Unë në fakt do kisha dashur që të shoh Heidi në një televizion në Kosovë, të bëj moderatoren, pse jo edhe opinionisten, po ndoshta mund tjetë edhe moderatoren Big Brother, nuk i dihet kjo gjë, mund të zëvendësoj vendin e Jonida Vokshit, nuk i dihet as pak, por unë në fakt dëshiroj që të shoh Heidin në këto pozicione për të na dhuruar energjinë dhe pozitivitetin e saj. Unë nuk dua ta zjas më, Heidi vazhdon të jetë në Kosovë, dua të marr mendimin tuaj. Çfarë që nga kjo punë që Heidin e ka adresuar drejt Kosovës? Shkruajini në koment.